Po kemi shpresat, kemi shpresat mëdha që më në fund, edhe pse drejtësia e vonuar, e kam thënë që dhimbja letohet, por nuk do të na kalojë tëra, derisa nuk do të kemi drejtësi përfundimtare, jo vetëm për këtë grup, por për të gjithë ata të cilët kanë kryer krime dhe kanë qenë pjesëmarrës i këtyre krimeve të mëdha gjatë luftës në Kosovë. Gjithmonë kur kemi dëgjuar për fillim të gërmimeve, ka qenë disi një ndjenjë e përzije, ndjenjë e shpresës dhe ndjenjë e dhimbjes. Pavarësisht se sa vite kalojnë, ndjenja e dhimbjes do të ekzistojë gjithmonë për një antar të familjes, sidomos për prindin. Për të njëjtën kohë gjithmonë ka qenë një ndjenjë shpresje, një ndjenjë që më në fund po zbulohet e vërteta, më në fund po gjenden grupi prej 23 antarëve dhe më në fund, si çdo njeri që është e drejtë humane që ta ketë një varg ku mund t'i vizitosh, ku mund t'i nderosh, ku mund t'i kujtosh, po i vije fundi. Andaj po shpresojmë shumë që ky do të jetë fundi, pavarësisht kohës se sa do të zgjatë gjithë procesi, ne do të presim e thash me durim deri në përfundimin e gjitha rezultateve dhe t'i nderojmë ashtu siç e kanë merituar. Me policin të qetë poqar. Edhe që kjo ka shkatu qatë fa probleme dhe gjojnë për nësë. Okej, qëta. Ta është nëse shkojmë një si përsi. Ne që këshirë këta kitran, kita shukja. Nuk është më shkojnë. Është më skallë, në shkute është. Shpërblimit, unë pa i kam i mu pak kjo luft në shërim kështu, tash se disa... është qare. According to our data, the number of missing persons today is less than 1,600. Authorities are saying that it is around 1,570, which is actually correct number because both sides, Kosovo and Serbia, agreed on this number. When it comes to their ethnic background, around or like less than 1,200 are ethnic Albanians, while more than 400 are ethnic Serbs, and several tens of others are from Roma, mainly from Roma community. It's obvious that authorities are not willing to cooperate, and also there are some information that this witness, ethnic Serbs who provided that information about the massive grave, was arrested several days ago in Serbia
being suspected for espionage and for giving information, for cooperation with authorities in Kosovo. And this is like a direct example how authorities in Serbia are treating this issue. They are demotivating possible witnesses or people who might have information about the fate of missing persons, and that's unacceptable indeed. Adin qysh kemë humbet në vonin sakt, adin pak a shumë